Ferma VIP tashmë ka mbaruar dhe kemi një fitues Moza Ahmetin. Për të folur mbi fituesin e Ferma VIP, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin mik të VIP Magazin Elton Tozaj. Zoti Tozaj, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje Guri, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jem përsëri këtu me ju për të folur që nga dita 1 e fermës VIP e deri sot në fund për fituesen e vetme që ferma ka pasur ndonjëherë, që është Moza Ahmeti. Sigurisht që në fakt s'mund të pyesim për a e meritonte Moza Ahmeti, po themi vendin e parë, po duhet të pyes a e meritonte Ilir Shaqiri vendin e dytë. Shiko, Ilir Shaqiri absolutisht është super lojtar. Për mendimin tim, është super qytetar. Është një nga ata njerëz që nëse futet në një reality show, Minimalia është vendi i dytë që ai mund të kapi. Nuk e vjen në dyshim që Ilir do të shkonte në vend dytë, megjithse tashti me tifozlik, pa tifozlik, unë do doja që Ilir të mos kishte hyrë fare. Nëse ta marrim nga këtë këndvështrim. Ideja është me që hyri atëre, vendi i dytë ishte më sipër. Dhe vetë Iliri që është një njeri që është nuk tërzot kollaj Ilir Shaqiri. Kur Ilir Shaqiri pranoi më në fund që Moza Ahmeti ishte në mënyrë të padiskutueshme fituesja, që pothuajse 2 javë përpara finales e pranoi përfundimisht që Moza ishte fituesja, hoqi dorë dhe ai, patjetër që ishte vendi dytë i merituar, pavarësisht shijeve të mia personale, thash, nuk do doja që Ilir të kishte hyrë fare tek ferma VIP, sepse dua të mbaj mend fitoren e tij tek Big Brother, po gjithsesi për mua, nëse Iliri nuk do të ishte në vend të dytë, duhet të ishte patjetër Bujaka ose Visi. Elton, ka pasur disa episode të çuditshme gjatë finales të Ferma VIP, e një ndër to ishte edhe e njohur dot vajzën e saj. Ka të bëjë edhe me qëndrimin aty të gjatë, pra në izolim, apo? Tash edhe Moza të habit pak që një dikë që nuk është poezia e saj, po nuk një dikë që është vajza e saj. Është edhe çështje ndriçimi, sepse poezia perceptohet me vesh, ndërsa vajza perceptohet me sy. Janë dritat, janë efektet, ti për momentin nuk e shikon, juve duhet ta dini më së miri që kur ti ke drita të mëdha përballë, ti nuk e shikon dot personin që është mbrapa tyre, sepse ajo dhe për sa kohë ti je i shfokusuar, sepse ti pretendon që do dali dikush, ti je për të recituar një poezi tënde, ti je e fokusuar te poezia siç ishte Moza, ti pret të dëgjosh poezinë tënde, ndërkohë bëti një lëmsh aty që poezia nuk ishte fare e saj, dhe kur vjen puna, ti fokusohesh aty dhe harron të shikosh pjesën tjetër. Është një gjë më së normale në për të tilla evente, ku ti mos e dallosh dot njeriu që është pas dritave, por nuk është normale pjesa tjetër që ti shpenzon miliona e miliona për të ngritur një sken nga e para dhe nuk shpenzon 10.000 lekë për të blerë një libër të bërë nga Moza Ahmeti dhe për të lexuar poezitë nga libri. Fakti që mjaft e çuditshme edhe po themi recitimi i poezive që ishin të Moza Ahmetit. Ishte ndonjë gabim i produksionit apo ishte ndonjë gabim i recituesve? Recituesit e shkret s'kan fare se kanë recituar atë që duhet. Recituesit e shkret nuk kanë fare sepse i kanë dhënë atë që i ka dhënë produksioni për të recituar. Është një gabim trashanik i produksionit që nuk e di pse ti duhet kursesh kaq pak, domethënë është një hiç me pesta për të bërë për të nxjerrë diçka të hajër, ndërkohë që ke harxuar miliona lekë për të ngritur një sken totalisht nga e para jashtë. Ke bërë një studio tjetër të re, ajo vetëm ajo studio që të ka kushtuar palesa tek Trigu, po bëre një tjetër tek ferma, e cila ka kushtuar po njësoj, sepse kishte po të parametra, dhe ti ke kursyer tek 10.000 lekë të vjetra. Kjo është neglizhenca. Një producent i mirë është ai
dhe këtu e kam fjalën për Eraldo Rexon, që ka lejuar ose ka anashkaluar minimalisht vajtjen në bibliotek. Këto lloj njerëzish të cilët nuk kanë lidhje me librin, nuk kanë se si ta dinë që ato poezi që qarkullojnë rëndom në internet janë Allah e lajt sufi dhe nuk kanë lidhje fare me Mimoza Ahmetin. Fare mirë, dikush mund të kishte vajtur, është neglizhencë, është ignorancë, është puna e tyre, ata mund ta zgjidhin vetë. Po, të lësh një poete që ti mbushësh gjatë gjithë kohës, 81 ditë, ka mbajtur fermën gjallë. Një poete që ti e di personazhin e saj, sa kontroverse është, sa troft është ajo, se Moza është troft. Moza, ne sot kemi njohur Mozën dhe të njohësh Mozën sot, ne i bie të jemi në vitin 91, sepse kur ne kemi parë Mozën në vitin 91, ne vetë gjithë kemi thënë, ore, çfarë është kjo? Është e çmendur? Se nuk e kuptonin Mozën. Ne sot kemi filluar ta kuptojmë Mozën. Po Moza ka vazhduar, ka ecur edhe nga 50 vite të tjera para. Kështu që ti se ofendosh inteligjencën e Mozës të publikut, duke bler, duke marrë nga interneti poezi që nuk janë të saj, e ti shese sikur janë të saj, është shumë e turpshme. Është skandaloze. Për mua ky është një nga gabimet më trashanike. Më mirë të kishte pasur defekte në regji, më mirë mos kishte pasur zë, më mirë të kishin hikur dritat, më mirë të kishte ndodhur çdo lloj gjëje e mundshme, po jo kjo. Kjo është skandaloze realisht. Të shesësh për poezi të saj, poezi që nuk janë të saj, dhe mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë reagimi që ja tha, ndërkohë që ishin në live. Elton, a mund zgjidhej që Moza edhe të mos ja thoshte që nuk janë poezitë e mia ato? A të duket Moza Ahmeti nga ato personazhe që të lë mbar diçka që nuk është e saj? Absolutisht jo, ka bërë gjën më të mirë, më ka bërë gjën e duhur. Unë sa harroj kur Mimoza Ahmeti i tha Arbanës përpara kur u eliminua Sara Karaj, që i tha ajo dinte aq shumë, ja tha në një mënyrë shumë, nuk e mbajti dot brenda. E tha, e nxori, që tha është një mënyrë shumë elegante, i tha që Sara dinte shumë dhe madje dinte më shumë nga çu mendoni se dinte edhe ato që ju nuk i dini. Domethënë duke i thënë që ne e morëm vesh që Sara ishte një lojtare produksioni. Kështu që nuk do linte Moza kur ka thënë këto, nuk do linte dhe sa të shenjtë ka ajo poezinë, sa shenjtë ka ajo marrëdhënien me librin, sa shenjtë ka ajo marrëdhënien me dashurinë e saj hyjnore me librin. Ajo e thot gjatë gjithë kohës 81 ditëve, Moza ka thënë këto gjëra. Që është e dashuruar me librin, është e dashuruar me vargun, është e dashuruar me autor të ndryshëm. Dhe ti të thyesh inteligjencën, patjetër që Moza nuk ka për ta pranuar dhe ka bërë gjë më të mirë me që ja ka thënë. Madje ka thënë shumë pak. Ka pasur mjaft komente në rrjetet sociale ku thuhet se Moza Ahmeti duhet që ose do të bashkohet në protestën që po zhvillohet në Tiranë. Besoni që një gjë e tillë mund të ndodhë pasur parasysh dhe raportet që ka Moza Ahmeti me Edi Ramën? Bashkohet Moza në protestë është gjëja më normale. Bashkohen influencerat që dalin për të reklamuar rrobat nuk është normale. Po të bashkohet Moza Ahmeti është nder, është kënaqësi, është tru. Moza është, unë e kam thënë, Moza neve duhet ta shpallim si një nga mendjet më të bukura që ka pasur në Shqipëria. Dhe mendjet të tilla duhet të jenë patjetër. Patjetër duhet të jenë, ja përveç se i jep vlerë, gjë tjetër nuk ndodh. Elton, duhet flasë edhe për një lloj situate mes Soni Malet dhe Flor Mumajezit. Të bëhet fjalë për drona që u fol që Flor Mumajezi ja dërgoi Sonit. Besoni që ka diçka që mund të lindë mes dyre përsëri? Jo, nuk e besoj fare, absolutisht. Unë akoma kam një pikpyetje, ja ka çuar me vërtet Flori po apo jo? Se Flori, siç e kam thënë, nëse nuk ka qenë prezent tek dasma e mikut i Kladi Harunit, nuk pretendoj se do të marrë me Soni Malet. Absolutisht. Patjetër mund ta ketë mike, patjetër mund të ketë dhënë lejen për të përdorur emrin i tij
Po dronët i ka quar produksioni. Kështu që kjo është pak, por e sigurt, sepse unë e di dhe kush është personi që i disponon dronit. Kam komunikuar dhe me personin që disponon dronit dhe unë di shumë mirë që nuk ka qenë Flori Mumajes. Ka qenë produksioni, ka qenë Eduard Grishej më qaj dhe Eraldo Regjo. Persona që kanë komunikuar me djalin që ka dronët.